Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot sahabeve: a keni dëshirë që Allahu i madhëruar mos t'ju refuzoj lutjen juve? Po, i dërguari i Allahut. Atëherë thot lutuni pa gjunahe. Ja Rasulullah, a ka njeri pa gjunahe? I thot lutuni për njëri tjetrin. Kur vllai juaj ka një hall, ju lutuni për të. I kërkoni Allahut të madhëruar që t'ja zgjidhë hallin atij. Sepse Allahu i madhëruar nuk i merr parasysh gjunahet tuaja në lutjen që ti po bën për vllajën tënd. Por përgjigjja më e bukur është se Allahu i madhëruar thot: robi im e harroi veten e tij, i harroi hallet e tij dhe po lutet tek unë për hallet e vllajt të tij. E unë si Zot më takon që atë lutje që ka bërë për vllajën e tij në fillim t'ia jap këtij që lutet, pastaj vllajt e tij. Pra nëse duam që të na zgjidhet një problem, të lutemi për ata vëllezër, për ata motra që kanë halle, që Allahu i madhëruar në zemrat e tyre të çojë në mend hallin tim, ti lutën Allahu të madhëruar dhe ata për hallin që kam unë. Është e garantuar. Është e garantuar.